Një tjetër rast abuzimi me fondet publike është zbuluar nga Prokuria e Tiranës, e cila ka hetuar për muaj me radhë një rrjet të dyshuar kompanish që ka manipuluar faturat tatimore për të përfituar nga tenderat e Bashkisë Tiranë. Hetimi është zhvilluar në kuadër të dosjes penale të njohur si 5D, ku janë të përfshirë disa subjekte tregtare që kanë operuar me veprimtari ndërtimi dhe shitje materiale ndërtimore. Sipas të dhënave hetimore, kompania Almeta 02 TT dhe Valbona Alv kanë lëshuar fatura fiktive në favor të subjektit 5D Konstruksion me qëllim krimin në një rrjeti shitjesh dhe shpenzimesh të rreme për punë publike të tenderave nga Bashkia e Tiranës. Në këtë mënyrë, këto kompani kanë paraqitur shpenzime të fryera dhe të pabazuara realisht, duke justifikuar fonde që më pas janë përdorur për të përfituar nga buxheti publik. Hetuesit kanë arritur të zbulojnë se vlera totale e shpenzimeve të raportuara arrin 370.299.847 lekë, shumë e cila është krijuar nëpërmjet dokumenteve të falsifikuara dhe faturave të pavërteta. Sipas prokurorisë, kjo veprimtari ka synuar të ulë detyrimet tatimore ndaj shtetit dhe të fshehë përfitime reale, duke i shkaktuar buxhetit publik dëme të konsiderueshme financiare. Për këtë arsye, organi i akuzës ka ndalur 3 persona, ndërsa njëri prej tyre është dërguar në burg dhe 2 të tjerët janë lënë në masën e detyrim paraqitje në pritje të zbardhjes së plotë të dosjes. Burimet pranë hetimit bën me dije se prokuroria po verifikon lidhjet e mundshme mes kompanive të përfshira dhe zyrtarëve lokal, të cilët mund të kenë ndihmuar në kalimin e dokumenteve dhe tenderave përkatës, ndërkohë grupi hetimor vijon punën për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë skemë dhe për të dokumentuar plotësisht mënyrën se si janë përdorur fondet publike përmes mashtrimeve me TVSH dhe faturat fiktive. Prokuroria e Tiranës ka paralajmëruar se do të ketë masa të tjera shtrënguese në ditët në vijim nëse provohet përfshirja e të tjerëve në këtë aferë financiare.